Për këtë vit janë regjistruar rreth 160.000 vizitorë në Kalan e Shkodrës, një gjë e tillë bëhet të ditur nga drejtori i Drejtorisë Renale të Trashëgimit Kulturor Shkodër Helidon Sokoli. Ai tregon se ka interes edhe për urën e mesit, ndërsa shton se këtë vit Ministria e Turizmit ka shtyrë sezonin turistik deri në fundin e torit. Këtë vit fatikisht është një risi sepse Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve e ka shtyrë edhe me një muaj sezonin turistik deri në 31 tetor. Dhe aktualisht ne jemi në rreth, po ja provojmë shifrën se 160.000 vizitorëve vetëm në Kalan e Shkodrës. Një shifër shumë premtuese që ky trend të vazhdojë edhe për 3 muajt në vijim. Për sa i përket sideve të tjera, mund të përmendim edhe urën e mesit. Ajo është shumë e vizituar, pak kilometra nga Shkodra, është shumë e vizituar, është pjesë pra e rrjetit të monumenteve që vizitohen nga turistët pasi shohin Kalan dhe qytetin, Xhaminë e Plumit dhe urën e mesit. Për sa i përket banesave, ka disa banesa në qytetin tonë që pronarët e tyre me dashamirësinë e tyre mirëpresin turist, dhe kjo është për t'i vlerësuar, si banesa Shurda, banesa Qeka, por në përgjithësi banesat e tjera për shkak të problemeve sociale, migracionit, nuk është se ofrojnë për vizitorët orare ose ditë që mund t'i vizitojnë. Kjo është një problematikë që ne mundohemi ta përcjellim edhe tek familjarët, por një pjesë e tyre nuk jetojnë në Shqipëri, çka krijon edhe problem edhe në aspektin e rujtjes së tyre. Por Shkodra ka fati të ketë një rrjet muzeor të pasur, kështu që në një farë mënyrë kompensohet edhe nga institucionet muzeore të qytetit. Vizitorët vijnë kryesisht nga vendet e Mesdheut dhe Spanja. Absolutisht numri i vizitorëve po vjen në duke u shtu, kryesisht pjesa e Mesdheut. Këtë vit kemi patur një numër shumë të shtuar të turistëve nga Spanja dhe Europa perëndimore, francez, anglez, gjerman, italianë që nuk mungojnë asnjë vit, por edhe nga bota mesdhetare, Izraeli është një vend që tashmë është konsoliduar si fluks turistik në Shqipëri, por edhe për te oqeanit, Amerika edhe më të larta.